bizneset të cilat kanë në fokus të tyre praktikat që janë në mbështetje të mjedisit. Tek Panja prodhohet gjithçka në mënyrë artizanale. Pra ne prodhojmë një linjë të qumshit ndaj qumshit bajames. Të gjitha këto janë të konservuara në kavanoza qelqi. Me ndihmën e partnerëve tanë evropian, kemi bërë një mënyrë shkëmbimi me anë të çantave që janë shumë përdorimshme, po me logon e Panjës dhe po me ndihmën e Bashkimit Evropian. Dhe ato kanë QR kodet e tyre që vjen sërish domethënë tek ne në mënyrë ciklike. Fal disa projekteve europiane të cilat na kanë mundësuar që ne të ripërdorim amballazhin, fokusi është ka amballazhi. Shishja është ajo që ka rëndësinë më të madhe nga vlera ekonomike dhe nga ana e ndotjes, por mos harrojmë që na ka dhënë mundësinë që ne të reduktojmë përdorimin e kartonit duke e zvendësuar me një ambalazh në plastike. E ke menduar ndonjëherë që po të shpuddeshi hyra kësaj mendësie, se do ishte shumë më mirë të procedoja siç janë të gjithë? Asnjëherë. Më pëlqen.